Motër muslimane, e cila vuan nga magjia dhe përmend se prindrit e saj e kanë çuar tek mjeku, i kanë marrë ca ilaçe dhe mirë po këto ilaçet janë të rënda, e vënë në qendje gjumi. Lejohet që ti përdor këto ilaçe apo jo? A këshillohen këto ilaçe apo jo? Faktikisht unë nuk mund të flas për këtë rast sepse nuk e di se a vuan vërtet kjo motër muslimane nga magjia apo jo, së pari, dhe së dyti nuk e di se çfarë ilaçesh janë këto, a janë dëmshme apo nuk janë dëmshme. Paraprakisht unë këshilloj që ilaçet mos përdoren derisa njeriu të sigurohet të mirë. Se ilaçet nuk janë dëmshme për shëndetin, apo se pasojat e ilaçit, efektet e tij anësore janë të vogla. Së dyti të sigurohet që nuk e ka prej magjisë. Nëse kjo motër muslimane e ndjen se problemin e ka nga magjia dhe kjo kuptohet nga leximi, nga rukja, atëherë duhet të ndërpres më njëherë ilaçet, të merret vetëm me rukje, bëj lutje, të lyhet me vaj ulliri, dhe me ndihmën e Allahut të rrecuar do shpëtoj nga ky problem.